Unioni i Gazetarëve të Sarandës zhvilloi veprimtarinë e tij të parë për vitin 2026. Interesi për të bërë pjesë e kësaj veprimtarie me temë Media 2026 pushteti i publikut ishte nga të gjithë gazetarët e mediave të shkruara, audiovizive dhe rrjeteve sociale që operojnë në hapësirën jugore të vendit. I pranishëm ishte edhe Aleksandr Qipa, kryetar i Unionit të Gazetarëve Shqiptar, si dhe kolegë të ftuar nga mediat e Gjirokastrës, si Silvana Spaho, drejtore e RTS Gjirokastra, Brikena Majtajgjani, korespondente e News 24 dhe shefe e marrëdhënieve me publikun në Universitetin e Qerem Çabej, Ëngjël Seriani, drejtor i Qendrës Kulturore e Mediatike Ardigonea e të tjerë. Eventi i gazetarëve të Sarandës ishte një alternim i praktikës së mbledhjes në grup të informacionit nga tereni, me dhënie vlerësimesh për punën e kolegëve gjatë vitit 2025 dhe urimet për 2026. Grupit të gazetarëve, të kryesuar nga Aleksandr Qipa, i u rezervua një pritje në Bashkinë e Sarandës nga kryetari Oltion Çaçi. Kryebashkiaku prezantoi para gazetarëve panoramën e projekteve më prioritare dhe të punëve transformuese të Sarandës dhe Ksamilit gjatë vitit 2026. Ato lidhen me investime të rëndësishme që janë në vijim ose do të nisin gjatë këtij viti në fushën e infrastrukturës rrugore e turistike, për shërbimin e furnizimit me ujë të pishëm e kanalizimet, për investimet rehabilituese të institucioneve të kulturës, të arsimit dhe sporteve. Në Shqipëri, Saranda është nga ato qytete që bën lajme. Pati mafi Sarandës është që nuk bën më lajme kombëtare, por lajme ndërkombëtare. Lajme ndërkombëtare prodhojnë impakt pozitiv në pronën e turizmit. 2026 ka nisur një nga rrugët më të mëdha, ndoshta në historinë e qytetit Sarandës, që është rruga e 6 tuneli në qytet, e cila zgjidh përfundimisht gjithë probleme me mobilitetin e qytetit. Ekocampusi është një nga investimet më të mëdha që po bëhet publike në vitin 2026. Ne kemi shumë nevojë emergjente për jo vetëm Saranda, por gjithë Shqipëria sot, që të kemi dije të paktën të produktit turistik. Qëllimi e Ekocampusit është që neve të zhvendosim universitetin nga qyteti, dhe duke zhvendosur universitetin nga qyteti, hapim dhe mundësinë e shkollës ndërveçare në qytet. Kreu i bashkisë i u përgjigj interesit të gazetarëve lidhur me mundësitë për përmirësimin e mobilitetit, për zgjerimin e kapaciteteve për parkime, për fatin e kinoteatrit, të muzeve në proces ndërtimi, bypassin e Ksamilit e të tjerë. Jemi duke bërë dhe me Ksamil parkimin publik, ndryshe nga le të themi kërkesat e mëparshme kur gjithë kanë dashur që të bëjë një miksim i asaj barlurishte, si të kthehej në bar, në restorante ose në shtëpi të kështu, ne kërkojmë një nga kushtet kryesorë, se kushti kryesor që është të bashkëpunimi me ADF-n është që mos të bëhet bar e restorant, por të bëhet një muze për qytetin. Atraksion po bëjmë ish materialitetin, Underwater Museum në New York, duke lidhur me detin me leteni. Këtë vit ne mbarojmë projektin e ujësjellësit, e furnizimit me ujë, me vetërrjedhje nga Tazati. Besoj në fund vitit do kemi një zgjidhje përfundimtare. Unaza besoj mbaron, ka filluar shëndetoria, po bëhen dhe disa investime tjera, po bëjmë disa modele beautifikimin e Ksamilit, pas kaq vitesh po japim përparësi këmbësorëve, është shumë e rëndësishme për to. Do bëhet me një kalim, një korsi makine do kthehet pedonale për këmbësorë. 2026 realisht do ketë ndryshime jo vetëm në Sarandë, por edhe në Ksamilit. Kantina e Verës Isak në Vrion ishte ndalesa tjetër e gazetarëve të Unionit nga Saranda e Gjirokastra. Administratori Ismail Sinani prezantoi investimin e tij 34 vjeçar, duke treguar se janë nisi me prodhimin e Verës Isak, i cili është bërë tashmë një brend i njohur, duke u plotësuar me linjën italiane për prodhimin e vajit të ullirit dhe vitet e fundit edhe me njësinë e agroturizmit dhe me projektin në zhvillim me shtëpi druri për akomodim. Sinani tha se këto komponente të harmonizuara në një e bëjnë të biznes një destinacion unik në shkallë vendi, të frekuentuar dhe të kërkuar nga mira turistë huaj. Administratori Sinani u tregoi gazetarëve se si ajo që sot mund të quhet histori suksesi ka kaluar në përvështirësi të shumta, por edhe me mos tërheqje dhe mos thyerje përpara tyre, derisa Vera Isak dhe vaji i ullirit me të njëjtin emër është marka e njohur në vend dhe jashtë. Vera e certifikuar për cilësinë e parë. Vaji i ullirit i veçantë për standardin ekstra të virgjër dhe ushqimet bio që ofrohen në agroturizëm janë ato që e dallojnë. Ku të gjithë i shkullin në Rushin, ati që mbjell një sipërfaqe 600 hektarë në Shama, ne e kishim më para shkrisë, kur gjithë e shkullin
që mbollën një sasi, fillon me grurin atëre, ne e mbyllim. Po unë e quaj se duhet jetë diçka shumë e veçantë. Sipërfaqja që ne që kemi rritur graduale sipërfaqe, kemi bler toka, kemi marrë me qira, ma kanë ndihmuar dhe shteti këtu afër që kemi marrë me qira. Ndihma ka qenë që na ka dhënë me qira, se kështu ndihma të tjera ne s'ke. Po të pjata çfarë bën? Te pjata gjithçka që futet në pjatë veç, mishi që flasim sot, dhe mishi është i dhëndit se ne kemi kontrata këtu referot. I shikosh kanë vite të ndryshme që janë të ruajtur. Kjo është vere 2020. Kjo është 2025, të më thënë gjitha janë me vite, si pas llojit nuk provojmë marrim rushin të gjitha miksojmë, po marrim pjesë në bazë të shishe prodhoni në vit në ato 7 kg. Eventi Media 2026, pushteti i publikut, moderuar nga gazetari Ermir Hoxha, u përmbyll me shkëmbim urimesh dhe trokitje gotash për një vit të ri të mbar, duke qenë se aktiviteti i parë për 2026 përkoi me 14 janarin, një ditë që simbolikisht është si 1 janari i dytë. Unë ju falenderoj të gjithëve për këtë pjesëmarrje në këtë event që çel vitin 2026 si Union sot. Falenderoj në mënyrë të veçantë Aleksandër Çipën, kryetarin ton që bëri që mos të jetë prezent me ne bashkë. Një falënderim të veçantë kam për kolegët tanë të ardhur dhe të ftuar nga Gjirokastra. Është mjaft me thënë se besoj që këtë vit ne çelim si Union me një aktivitet që bëri kombinimin midis anës praktike të vizitave në disa biznese, në pritjen me të cilën e nisën Bashkinë e Sarandës nga kryetari, dhe ashtu si kundër operojmë në përditshmërinë tonë me mbledhjen e informacionit, ashtu operuam edhe së bashku për të njësuar mënyrën e sjelljes së mbledhjes informacionit dhe të komunikimit me njerëzit që bëjmë objekt të kronikave tona. Ndarja e çmimeve gazetar i vitit 2025 ishte ndër momentet më të veçanta të këtij eventi. Nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar dhe dega e tij në Sarandë, u nderuan me titullin Gazetar i vitit 2025, gazetaret Shpresadine e Silvi Sylla, si dhe gazetarët Agron Mema, Wesley Didani e Viktor Avdia. Monofonisti i Gjirokastrit Roland Çenko e përshëndeti eventin e gazetarëve të Sarandës në gjuhën e artit të vetë, me interpretimin e tij në mjeshtrin e logatjes. Eventi Media 2026, pushteti i publikut, shtroi si parësore se të informosh është mision dhe jo privilegj, dhe kërkoi që t'u jepet zë njerëzve të punës dhe që gazetarët të jenë zëri i publikut për shërbime të munguara apo për punë që ngecin.